Horoskopi ditor e martë, 24 shkurt 2026. Dashi. Energjia sot është e gjallë dhe gjallëruese, veçanërisht në sferën tuaj profesionale. Marsi, planeti juaj sundues, pozicionohet në mënyrë të favorshme, duke rritur aftësitë tuaja udhëheqëse dhe duke ju motivuar të ndërmerrni veprime vendimtare. Nëse ka një projekt ose ide që keni hezituar ta ndiqni, tani është koha për të ecur përpara me besim. Në marrëdhënie, pasioni juaj është ngjitës dhe entuziazmi juaj mund të tërheqë vëmendje pozitive nga ata përreth jush. Dashi beqar mund të tërhiqet nga dikush që ndan shpirtin e tyre aventuresk. Financiarisht, mundësitë për përmirësim janë në ajër, shqyrtoni me kujdes mundësitë tuaja para se të bëni një havë. Sa i përket shëndetit, kanalizoni energjinë tuaj të tepërt në aktivitete fizike për të ruajtur ekuilibrin dhe për të zvogëluar stresin. Deri në fund të ditës, angazhohuni në një rutinë qetësuese për t'ju ndihmuar të relaksoheni dhe të reflektoni mbi arritjet tuaja. Përqafojeni këtë ditë dinamike, dashi, dhe lejoni që energjia juaj e gjallë t'ju udhëheqë drejt sukseseve më të mëdha dhe përmbushjes personale. Demi. Sot kozmosi ju inkurajon të përqafoni fleksibilitetin. Me uranin në shenjën tuaj që shkakton ndryshime të papritura, përgatituni të përshtateni shpejt, veçanërisht në sferën e karrierës suaj. Kapja pas rutinave të vjetra mund të mos ju favorizoj aq sa do të bënte hapja ndaj strategjive të reja. Në marrëdhëniet personale, tregoni durim, pasi të dashurit mund të kenë nevojë për më shumë mirëkuptim nga ana juaj. Kjo është një kohë e fuqishme për forcimin e lidhjeve përmes komunikimit të sinqertë. Financiarisht, rishikoni buxhetin tuaj dhe merrni në konsiderat mënyra inovative për të maksimizuar kursimet tuaja. Sa i përket shëndetit, kujdesi për veten duke lënë mënjan kohë për relaksim dhe vetdije mund të rrisë mirëqenien tuaj. Ndoshta provoni diçka të re si një seancë meditimi ose një hobi qetësues. Energjia që ju rrethon favorizon ndryshime konstruktive që përmirësojnë jetën tuaj të përditshme. Ndërsa dita përfundon, gjeni mirënjohje në përshtatshmërinë tuaj, duke pranuar se si rritja shpesh vjen nga përqafimi i të panjohurës. Demi, lejoni që kjo ditë të hapë rrugën për zhvillime emocionuese në udhëtimin tuaj. Binjakët. Komunikimi është superfuqia juaj sot. Mërkuri është i pozicionuar për të rritur elokuencën tuaj, duke e bërë këtë një ditë ku fjalët tuaja mund të lënë një përshtypje të qëndrueshme. Qoftë në mjedise profesionale apo ndërveprime personale, artikuloni idetë tuaja me qartësi dhe besim. Në sferën e romancës, ndarja e ndjenjave tuaja hapur do të ndihmojë në thellimin e lidhjeve. Beqarët mund të hasin biseda tërheqëse që nxisin intrigë dhe marrëdhënie të reja të mundshme. Sa i përket karrierës, negociatat ose bashkëpunimet favorizohen, prandaj mos nguroni të prezantoni idetë tuaja krijuese. Financiarisht, jini të kujdesshëm me shpenzimet impulsive dhe në vend të kësaj përqendrohuni në strategji afatgjata. Shëndeti juaj përfiton nga aktivitetet mendore, po aq sa ato fizike sot. Merrni në konsiderat enigmat ose leximin për të angazhuar mendjen tuaj. Ndërsa afrohet mbrëmja, relaksohuni duke u lidhur me miq të ngushtë ose duke shkruar mendimet tuaja në ditar. Mund të fitoni njohuri të vlefshme nga reflektimi. Shfrytëzoni energjinë komunikuese të sotme, binjak, për të hapur rrugën për rritje të thellë dhe lidhje më të forta me ata përreth jush. Gaforja. Natyra juaj e kujdesshme merr vëmendjen qendrore sot, duke ju nxitur të përqendroheni te shtëpia dhe familja. Rreshtimi i Venusit me shenjën tuaj nxjerr në pas dëshirën tuaj për harmoni dhe rehati në hapësirën tuaj personale. Kjo është një ditë e përsosur për të ushqyer marrëdhëniet me të dashurit duke ofruar mbështetje dhe mirëkuptim. Në punë, qasja juaj empatike mund të fitojë mbi kolegët dhe të hapë dyert për bashkëpunim në qëllime të përbashkëta. Financiarisht, vlerësoni investimet afatgjata dhe jepni përparësi sigurisë. Sa i përket shëndetit, kushtojini vëmendje mirëqenies suaj emocionale duke u siguruar që mjedisi juaj pasqyron paqe dhe pozitivitet. Një rutinë që përfshin ushtrime të buta si yoga ose shtrirja mund t'ju ndihmojë të ruani ekuilibrin. Kreativiteti po vlon afër sipërfaqes. Merrni në konsiderat shprehjen e vetes përmes artit ose projekteve në shtëpi për të shfaqur anën tuaj imagjinative. Ndërsa dita po mbaron, një bisedë zemër më zemër me familjen ose miq të ngushtë mund të jetë thellësisht e dobishme. Përqafo ngrohtësinë e lidhjeve të tua, gafore, dhe lejo që ato të udhëheqin drejt qetësisë. Luani. Ndikimet qiellore të sotme ju frymëzojnë të shkëlqeni fort dhe të angazhoheni me pasionet tuaja.
Dielli ndriçon mundësitë për vetëshprehje, veçanërisht në projekte krijuese dhe personale. Në mjediset profesionale, karizma dhe idetë tuaja inovative bien në sy, duke ju ndihmuar të pozicionoheni në mënyrë të favorshme për role udhëheqëse ose njohje. Marrëdhëniet përfitojnë nga energjia juaj e ngrohtë dhe dinamike, forconi lidhjet me të dashurit duke ndarë gëzimin dhe entuziazmin tuaj. Për luanët beqar, kjo mund të jetë një kohë për të tërhequr partner potencial që vlerësojnë shpirtin tuaj të gjallë. Financiarisht, merrni në konsiderat investimin e kohës në hobi që mund të ofrojnë të ardhura në të ardhmen. Sa i përket shëndetit, kanalizoni energjinë tuaj në aktivitete që kënaqin si trupin ashtu edhe shpirtin, ndoshta provoni një klasë të re vallëzimi ose kaloni kohë jashtë. Ndërsa dita mbaron, jepini vetes leje të zhyteni në momente mirënjohjeje dhe krenarie për arritjet tuaja. Le të jetë kjo ditë një festë e pranisë suaj të fuqishme, luani, duke përdorur kreativitetin tuaj të lindur për të përmirësuar dhe ndriçuar çdo aspekt të jetës suaj. Virgjëresha. Yjet rreshtohen sot për të nxjerrë në pa pikat tuaja të forta analitike. Me udhëheqjen e Merkurit do ta keni më të lehtë të zgjidhni problemet dhe të organizoni mendimet tuaja, duke shkëlqyer në detyrat që kërkojnë saktësi dhe vëmendje ndaj detajeve. Projektet që lidhen me punën përfitojnë nga qasja juaj e plotë, megjithatë, mos harroni të komunikoni qartë me bashkëpunëtorët për të siguruar përparim të qetë. Në marrëdhëniet personale, mbështetja juaj praktike vlerësohet, por gjithashtu gjeni kohë për lidhje emocionale duke ndarë ndjenjat tuaja hapur. Financiarisht, merrni në konsiderat rishikimin e buxhetit tuaj për të optimizuar kursimet ose për të investuar në vetë përmirësim. Nga ana shëndetësore, fokusi në qartësinë mendore mund t'ju frymëzojë të provoni ushtrime të vetëdijësimit ose meditim, të cilat mund të rrisin përqendrimin dhe të zvogëlojnë stresin. Mos u nguroni të kërkoni ndihmë ose të delegoni kur është e nevojshme për të shmangur ndjenjen e mbingarkuar. Ndërsa dita përfundon, kënaquni me një aktivitet qetësues që rigjallëron shpirtin tuaj. Duke përqafuar natyrën tuaj metodike, virgjëresha, mund ta bëni këtë ditë produktive dhe përmbushëse, duke hapur rrugën për suksesin e ardhshëm. Peshorja. Ekuilibri dhe harmonia janë dritat tuaja udhërrëfyese sot, veçanërisht ndërsa Venusi ndikon në ndërveprimet tuaja shoqërore. Kjo ditë ofron mundësi për të forcuar lidhjet me miqt dhe të dashurit përmes bisedave të sinqerta dhe të përzemërta. Në vendin e punës, aftësitë tuaja diplomatike shkëlqejnë, duke ju mundësuar të ndërmjetësoni konfliktet dhe të nxisni një mjedis bashkëpunues. Nëse përballeni me vendime, besoni intuitës suaj dhe përpiquni për ekuilibër në të gjitha fushat. Financiarisht, dita është e favorshme për planifikim dhe strategji. Merrni në konsiderat konsultimet me këshilltarët financiar për përfitime afatgjata. Nga ana shëndetësore, ruajtja e një ndjenje ekuilibri në dietë dhe ushtrime është qelësi. Yoga ose pilates mund të ofrojnë ekuilibër fizik dhe mendor. Kreativiteti rrjedh sot, prandaj kënaquni me ndjekjet artistike që sjellin gëzim dhe paqe. Ndërsa nata afrohet, qetësohuni me një aktivitet relaksues duke nxitur paqen e brendshme. Duke përqafuar ekuilibrin, peshorja mund të përballoni sfidat e sotme me qetësi dhe hir, duke siguruar një ditë të qetë dhe të mbushur me lidhje dhe rritje kuptimplote. Akrepi. Sot kozmosi ju nxit të zhyteni thellë brenda vetes, duke eksploruar botën tuaj të brendshme dhe peizazhin emocional. Ndërsa hëna nxjerr në pa anën tuaj intuitive, besoni instinkteve tuaja kur merrni vendime të mëdha dhe të vogla. Kjo është një ditë e fuqishme për vetanalizë dhe kuptim të motivimeve të fshehura, prandaj lehtësoni vetëzbulimin duke mbajtur shënime në ditar ose duke medituar. Në marrëdhënie, transparenca emocionale do të ndihmojë në forcimin e lidhjeve, jini të gatshëm të ndani ndjenjat tuaja hapur për lidhje më të thella. Profesionalisht, shfrytëzoni depërtimin tuaj të mbret për të lundruar në situata komplekse dhe mos hezitoni të shprehni idetë tuaja kur është e përshtatshme. Në frontin financiar, ndërmarrja e një qasje strategjike do të japë rezultate të frytshme. Eksploroni mundësitë për stabilitet afatgjallë. Sa i përket shëndetit, sigurohuni që po gjeni ekuilibër duke nderuar si nevojën tuaj për vetmi ashtu edhe ndërveprimin shoqëror. Ndërsa mbrëmja zhvillohet, angazhohuni në një ritual qetësues për të ushqyer shpirtin tuaj. Duke përqafuar thellësinë tuaj të brendshme sot, akrepi, mund të zhbllokoni depërtime transformuese dhe të nxisni rritje dhe përmbushje të thellë personale. Shigjetari. Ndikimet astrale të sotme nxisin një frymë aventure dhe eksplorimi brenda jush.
Energjia kozmike inkurajon të mësuarit dhe zgjerimin e horizonteve tuaja, qoftë përmes udhëtimit, studimit apo angazhimit në përvoja të reja kulturore. Profesionalisht është një kohë ideale për të menduar ide të guximshme dhe për të ndjekur ambicjet me energji. Entuziazmi juaj ka të ngjarë të frymëzojë ata përreth jush, duke krijuar mundësi për sukses bashkëpunues. Në dashuri, një qasje me mendje të hapur do të pasurojë marrëdhëniet tuaja dhe për beqarët, ndërveprimet simpatike mund të çojnë në mundësi të reja emocionuese. Financiarisht, merrni në konsiderat diversifikimin e investimeve tuaja, kërkoni këshilla nga burime të besueshme. Nga ana shëndetësore, aktiviteti fizik plotëson mendjen tuaj aktive sot, zgjidhni ushtrime që ju freskojnë, si një ecje e shpejtë ose ecje në natyrë. Ndërsa dita po mbaron, reflektoni mbi përvojat dhe mësimet e nxjerra, ato premtojnë të jenë ndriçuese. Përqafoni mundësitë e ditës shigjetar, duke lejuar që kurioziteti juaj i pangopur t'ju udhëheqë drejt një të ardhmeje të përcaktuar nga rritja, zbulimi dhe përvojat ngritëse. Bricjapi. Yjet sot theksojnë disiplinën dhe vendosmërinë, me Saturnin që ju udhëzon në arritjen e qëllimeve tuaja. Jeta juaj profesionale përfiton nga qasja juaj praktike, pasi planifikimi strategjik çon në përparim të prekshëm. Kolegët i njohin aftësitë tuaja udhëheqëse, prandaj hyni me besim në role që kërkojnë udhëzim dhe vendimmarrje. Në marrëdhëniet personale, tregoni vlerësim për të dashurit duke ndarë kohë cilësore, madje edhe mes orareve të ngjeshura. Financiarisht, përqendrohuni në stabilitet dhe rritje, rishikimet e kujdesshme të buxhetit do t'ju ndihmojnë të siguroni të ardhmen tuaj. Nga ana shëndetësore, merrni në konsiderat një rutinë që përfshin si gjendjen fizike ashtu edhe relaksimin mendor, siç është tai chi ose një regjim fitnesi i plotësuar nga meditimi. Sot, balanconi ambicien me kujdesin për veten, duke pranuar se qëndrueshmëria në përpjekjet tuaja është jetike. Ndërsa dita përfundon, gjeni ngushëllim në meditim të qetë ose lexim, duke ushqyer botën tuaj të brendshme. Përqafojeni këtë ditë të fokusit të strukturuar, bricjap, duke përdorur mbështetjen kozmike për të forcuar rrugën tuaj drejt suksesit të qëndrueshëm dhe përmbushjes personale në të gjitha aspektet e jetës. Ujori. Energjia kozmike e sotme është elektrike, duke ju nxitur të shkputeni nga rutina dhe të eksploroni shtigje inovative. Me uranin që thekson mendimin tuaj krijues, tani është koha për të përballur me sfidat me perspektiva të reja. Përpjekjet profesionale përfitojnë nga idetë tuaja krijuese, mos u nguroni të propozoni zgjidhje jo konvencionale që mund të transformojnë punën në grup ose rezultatet e projektit. Në dashuri, sharmi juaj unik ma gjeps dhe fuqizon marrëdhëniet, për beqarët, bisedat tërheqëse mund të nxisin interesa të reja romantike. Financiarisht, merrni në konsiderat investimet futuriste, por sigurohuni që të bëni kujdes të duhur para se të merrni angazhime. Nga ana shëndetësore, balanconi energjinë e lartë me praktika restauruese si frymëmarrja ose dalje krijuese që qetësojnë mendjen. Ndërsa afrohet mbrëmja, angazhohuni në aktivitete që frymëzojnë dhe ngrenë shpirtin tuaj, të tilla si muzika ose arti. Le të jetë e sotmja një dëshmi e natyrës suaj vizionare, ujori, ndërsa shfrytëzoni fuqinë e origjinalitetit për të pasuruar përvojat tuaja dhe për të përparuar drejt arritjes së shpresave dhe aspiratave tuaja me entuziazëm të ri për të rirë. Peshqit. Sot universi ju inkurajon të përshtateni me anën tuaj intuitive, duke rritur vetdijen tuaj shpirtërore. Me ndikimin e Neptunit, ju jeni më të ndjeshëm ndaj energjive delikate përreth jush, duke ofruar qartësi në kuptimin e emocioneve komplekse. Përdoreni këtë ndjeshmëri të shtuar për të lundruar në marrëdhënie. Empatia dhe dëmshuria do të forcojnë lidhjet personale dhe do të zgjidhin keqkuptimet. Në frontin e karrierës, besoni instinkteve tuaja, veçanërisht kur eksploroni projekte krijuese ose përpjekje artistike. Çështjet financiare kërkojnë vëmendje, sigurohuni që vendimet të përputhen me vlerat dhe qëllimet tuaja afatgjata. Sa i përket shëndetit, jepni përparësi mirëqenies emocionale duke u angazhuar në aktivitete si meditimi ose duke kaluar kohë pranë ujit, gjë që ka një efekt qetësues në shpirtin tuaj. Ndërsa dita mbaron, reflektoni mbi udhëtimin tuaj të brendshëm dhe dokumentoni njohuritë tuaja për udhëzime në të ardhmen. Përqafojeni këtë moment të vetanalizës, peshqit, pasi ai hap rrugë për rritje të thellë personale dhe pasurim shpirtëror, duke ju ndihmuar të arrini ekuilibër dhe harmoni si në botën tuaj të brendshme, ashtu edhe në përvojat e jashtme. Nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.